Ka 2300 gazetarë, që probleme shka, raportimi, kultura, sa shpeti ku kjo temë, o zotë, sa e doja këtë temë. Jemi të pjesa e mesazhit, kemi një mesazh ekstra. Po, që mund lidhet me temën. Mund të lidhet me temën, po përgjithsisht jo, po një mesazh tjetër, ku diun për çfarë doni, për uri në bota, për ku diun, çfarë keni qef. Një mesazh, një gjë që ju vret syt, një gjë që ju vret mendja, një gjë që ju bezdis. Një që doën ta thonë, gjë që keni këtu në Gryk. Edhe ato që mbeten në Gryk, zgjidhe vetëm me love is the answer. Përgjigjja është dashuria? Shumë e bukur. Po. Përgjigjja është dashuria. Profesor? Ngec duaj atë që ke për të bërë dhe Ky ishte mesazhi yt? Po. Profesor? Unë çik më gjatë ta kisha bërë. Unë, për ta lidhur pak edhe me çështjen për cilën na keni ftuar, do doja që gazetaria shqiptare, gazetari shqiptar të ishte pak më shumë shqiptar. Të ishte pak më shumë shqiptar, pse jo, për të bërë emisione dhe fushata të posaçme që shqiptarët jo të mos ikin më nga Shqipëria, po të kthehen në Shqipëri, për ta bërë këtë vend. Të ishte një lloj rilindje, por e bërë nga gazetarët, meqense politika po bën të kundërtën e kësaj. Pra, do doja që kolegët tanë të bënin emisione të posaçme për të mos e braktisur këtë tokë, për të mos e lënë të ta prek erozioni dhe të bjerret në këtë formë që me qenë se lëviz shpesh në për Shqipëri kam parë trishtim anë kënd vendit me përjashtim të zonave të populluara siç është pjesa qendrore, Tiranë, Durrës, Elbasan. Mendoj që nëse kolegët tanë do ta bëjnë, ndikimi do jetë mbase jo aq shumë i saqë dua, por ndikim do të ketë. Faleminderit profesor. Çipa? Para disa ditësh udhtoja në lumin e Vlorës për të shkuar në Pilur dhe në fshatin Gjorm gjej një plak, një zotni rreth 78 vjeç. Për informacion të publikut, Çipa po bën një muze të jashtëzakonshëm për Pilurin, që është një vlerë e shtuar. Jo vetëm për Pilurin, por për të gjithë jugun. Dhe ishte një ditë me diell, por në qendër nuk kishte banar. Edhe xhaxha si e, për ku po shkon? Më këqyri dhe pastaj tha, po hedh hapa me hijen time, tha. Po pse, thash, unë e kuptova që unë jetoj me hijen modjal, tha, se njerëzit më kanë lënë. Po pse, mos u trishtoj, thash unë. Jo, tha, nuk trishtojmë pse ka nikur në kurbet, tha. Trishtojmë pse nuk ka dasma. E vëri vrasjen Çipa, parë fare. Mos u martoni ande, hajde një bëjeni dasmë këtu. Kam unë 2 mesazhe. Një më vjen nga regjia dhe thot sa e rrezikon inteligjenca artificiale profesionin e gazetarisë, se ka hyrë dhe kjo tani, se tash janë bërë, po shoh ca njerëz që janë bërë super inteligjent pa pritmas, edhe mua më pëlqen, unë i duar trokase, por jo se nuk e marr vesh, domethënë një. Se s'kemi shumë kohë. Dhe e dyta, që është më e rëndësishme nga të gjitha, plaku që përmendi Çipa, ne që jemi këtu në studio, këta që po na filmojnë të gjithë, do keni jetë pak më të mirë në rast se zgjedhin të flen me dyshekët Dorelan, me astëkët Dorelan, me batanie Dorelan, me çarçafët Dorelan, me çdo gjë që është Dorelan, se Dorelan është i barazvlefshëm me paqen, qetësinë dhe mirësinë. Ne ndryshe nga të tjerët nuk vëm gjoba, po ndej reklam kështu, na lejohet apo. Jo, prit se dua ta sqaroj këtë. Dorelani s'na ka thënë asnjëherë, mbani këtë anë ose mbani atë anë. U sqarova se e përmendi mirë Linda. Me njëherë do takojmë në ndeshje. Mirë po.